Shpërthen skandali i BDI-së Ali Ahmetit në Shkup. Familja Ahmetit lidhet me shitjen e aksioneve të një kompanie të banka serbe e lidhur me biznismenin afërt me regjimin anti-shqiptar të Aleksandar Vučićit. Me sakt, dje Bilal Kasami e ka akuzuar mikun e djalit të Ali Ahmetit, Selahattin Arifin, se ka shitur aksionet e kompanisë Asenjak te banka Alta Banka. Madje Kasami ka publikuar një transakcion që mban datën e 17 shtatorit të vitit 2025. Pra sipas publikimit të Kasamit, miku i Ali Ahmetit ja ka shitur aksionet Alta Bankës serbe para 11 dite. Është një akuzë shumë e rëndë, që duhet më mbajt përgjegjës Ali Ahmeti dhe BDI-ja. Alta Banka që vjen prej Serbisë nuk është çfarëdo banke, nuk është bankë normale. Është bankë lidhur me regjimin e Vučićit, i cili e proklamon botën serbe, një ideologji e rrezikshme për Kosovën e shqiptarët kudo, përfshirë në Maqedoni. Alta Banka është një farë kali financiar i botës serbe. Kudo që hyj kjo bankë, është pararoj financiare për mi shtri interesat e rrezikshme të Serbisë. Është bankë në pronësi të biznismenit Davor Maçura, një biznismen serb kontrovers, gjë e cila e bën edhe më skandaloze këtë shitblerje të aksioneve. Edhe gazeta kredibile perëndimore, si Financial Times, e përshkruan biznismenin kontrovers Maçura si njëri me lidhje të afërta me figurat e afërta me Vučićin. Urgjentisht, Ahmeti e BDI-ja duhen me sqaru këtë transakcion. Ahmeti duhet me kallëzu se çysh është e mundën që miku i tij me bë transakcion të aksioneve me një kompani serbe të afërt me Vučićin. Duke e ditur çysh funksionon shoqëria të shqiptarët dhe lidhjet e forta të ngushta familjare, është e pabesueshme me thonë që Ahmeti s'ka ditë sen për këtë transakcion. Shqiptarët dinë gjithçka për mikun. Janë të informuar edhe kur blen dru, kur prej ndaj posterën për dimër, e kur shet ndaj arë në katun. Prandaj unë besoj që s'ka shanca që Ahmeti nuk e ka ditë për këtë transakcion të turpshëm të mikut të tij. Prandaj zotri Ahmeti përgjigju.